Bia shpërthen në një debat të fortë me Tonein, duke u ndezur që në momentin që ai përpiqet t'i shpjegojë diçka, ajo ngre zërin dhe i thot hapur se është lodhur duke e parë atë gjithë kohës pas Elionës, sikur çdo veprim i tij rrotullohet vetëm rreth saj. Ndërsa Tonein mundohet të mbrohet, Bia i ndërpret vazhdimisht fjalën, e nervozuar dhe e lënduar, ajo e akuzon Tonein se ka ndjenja për Elionën dhe se kjo është arsyeja pse ai nuk i kushton më as pak vëmendje asaj. Me sytë që i shkëlqejnë nga inati, Bia i thot, a thua nuk të kuptohet që je gjithë ditën vetëm aty, duke e ndjekur Elionën kudo që lëviz? Je bërë si hije e saj. Ajo vazhdon duke e quajtur Tonein i shkret dhe budalla. Jo nga urrejtja, por nga shgënjimi i madh që ndjen. Bia e kritikon që ai nuk arrin të kuptojë se sjellja e tij po e lëndon, duke e bërë të ndihet e pavlerësuar dhe e anashkaluar. Ajo i thot se është absurd fakti që ai nuk e vëren as kur ajo përpiqet të flasë me të, sepse sytë e tij janë gjithmonë të fiksuar diku tjetër. Ndërsa debati tensionohet, Bia shprehet me zë të dridhur, por plot mlleth. Pse nuk më kushton mua fare vëmendje? A jam unë kaq e padukshme? Apo thjesht nuk vlej për ty sa vlen ajo? Tonein mundohet të shpjegojë se nuk ka asgjë me Elionën dhe se nuk është ajo arsyeja pse ai ka qenë i largët, por Bia nuk e pranon, sepse në sytë e saj gjithçka duket shumë e qartë. Atmosfera mes tyre mbetet e ndezur, banorët i shikojnë nga larg dhe debati shndërrohet në një nga momentet më të tensionuara të ditës.